A e di se lufta më e madhe e shënuar në Bibël u zhvillua mes dy vëllezërve, jo mes kombeve të largëta apo të huajve, por Izrael kundër Izraelit, gjak kundër gjakut. Kjo histori gjendet tek 2 Kronikave 13. Gjithçka nisi kur Jeroboami, mbreti i fisëve të veriut, u ngrit kundër Abijaut, mbretit të Judës. Jeroboami erdhi me një ushtri për 800.000 luftëtarësh të fortë, ushtria më e madhe e shënuar ndonjëherë në shkrime. Abijau kishte vetëm 400.000 ushtar, sa gjysma atyre i rrethuar dhe njerëzisht i pa shpresë. Sipas çdo llogarie, kjo betejë ishte e humbur, por Abijau u ngjit në një mal dhe thirrri: "Ne kemi Zotin si perëndin tonë dhe priftëritë e tij me buri të shenjta." Ai po thoshte: "Ju mund keni numrat, por ne kemi Zotin." Ajo që Jeroboami nuk dinte ishte kjo: kur Perëndia qëndron me pakicën, ata bëhen shumicë. Beteja nisi, armiku e rrethoi Judën dhe dukej sikur gjithçka mori fund. Por Bibla thotë se Juda i thirrri Zotit. Priftërit i ranë burive dhe qielli u përgjigj. Ndodhi një përmbysje e mbinatyrshme. Në një ditë të vetme ranë 500.000 ushtar, gjysmë milion njerëz. Kjo ishte humbja më e madhe në një betejë të vetme në Bibël. Juda fitoi dhe Abijau doli triumfues, jo sepse kishte ushtrinë më të madhe, por sepse kishte perëndin më të madh. Kjo luftë na kujton se mund të jesh i pak në numër, por përsëri i zgjedhur. Mund të jesh i rrethuar, por përsëri i mbrojtur. Mund të kesh më pak, por përsëri të fitosh më shumë. Sepse kur Zoti lufton për ty, armiqt mund të vinë me mira, por bien me miliona. Mallësia e armikut tënd nuk ka rëndësi kur mallësia e Perëndisë tënd është më e madhe. A keni patur ndonjëherë një moment kur u ndjet plotësisht të pa shpresë, por gjithçka ndryshoi në mënyrë të papritur? Më shkruaj më poshtë, Zoti bekoft. Nëse kjo video të foli, bëj follow, poshta Zoti do të thotë diçka përmes këtyre videove të shkurtra.